Zotëri Gzim, po pse ikën një blet? Sepse nuk e nxe me vendi brenda. Si puna jote që kur të shkosh atje tek Vjera, ajo do ketë dhome kuzhinë, s'kini kurrini, ose si puna ime, ndo që alkesni. S'kisha ku e mbaja brenda, ik tani, kryo familjen tende. Do i bish me sfata saja? Jo. Lart, shty sa më lart. Jo, mi bjera saj bën, tunde, se mban do, ti po tunde. Shkunda ti bum. Inshallah. Çoj atë. Tok. Alkes Sheu na priti ne sot tek ferma Zhapokik, këtu në fshatin Zhapokik. Alkes dua ta filloj me një falënderim. Shumë faleminderit që na pritët. Faleminderit ju që erdhët këtu. Shumë faleminderit. Tani kjo është një mrekulli, me të vërtetë është shumë bukur, procesi, ferma, çdo gjë, po unë mendoj që çdo gjë ka një fillim dhe do doja të pyesja, si filloi e gjithë kjo? Në fakt ne si familje kemi traditë shumë vjeçare në Vetari, diku te 140 vjet. 140 vjet. Po. Ka filluar stërgjyshi fillimisht, stërgjyshi Abedin Sheu me pak koshere, më pas gjyshi Halimi, gjatë kohës komunizmit kishim rreth 40 koshere. Dhe ka qenë, si themi, ekonomia kryesore e familjes, sepse me lekët që mlidhesim nga mjalti, është shkolluar babi, halla, të gjajtë dhe gjithë familja jonë. Do të thënë, kjo ka qenë tregtia juaj që atëherë? Po, përveç punës që bënin në shtet, ka qenë ekonomi ndihmëse, mund të themi. Po tani sa koshere keni? Se po flisje kemi fillu me kaq? Po, afërsisht 100 koshere. 100 koshere. Po, do doja të pyesja për mjaltin e Mares. Është shumë i dëgjuar dhe shumë i veçantë. Çfarë ndryshon nga mjalti? Në fakt, mjalti e Mares nuk prodhohet në Zhapokik, prodhohet në zonë tjetër. Ne i mbajmë në Zhitom bletët. Zhitomi është afër me Beratin. Pra, po bletët tuaja? Po, të tonat, po i zhvendosim. Kjo quhet nomadizëm, lëvizja e bletëve me tjetër. Dhe qëndrojnë 2 muaj në mare, nga 20 tetori deri në fund tjetorit. Dhe jo gjithmonë marrim mjalt, sepse duke qenë një mjalt vjeshtë dhe dimri, është i vështirë mbledhja e tij. Kjo ndoshta e bën të veçantë? Po të veçantë. S'është dhe më i vështirë. Fillimisht mjalti i Mares ka qenë shumë pak i kërkuar fillimisht, nuk mezi e shisnim, sepse nuk e dinim vlerat, por prej pak vitesh, prej 5 vitesh, ne nuk arrim të plotësojmë nevojat. Kemi mbi 1000 kg në vit kërkesa mjalti mare, por ne realisht prodhojmë deri në 300 kg, 400 kg maksimumi. Pra shitja është më e madhe se prodhimi. Më e madhe. Ngati mbi 1000 kg prodhim ka kërkesa. Ky është një lajm i mirë, po do të thotë që edhe ju duhet të forcoheni që të rrisni pak forcën punëtore. Patjetër. Për sa i përket çmimit, Shqipëria ka një çmim të mirë të fakt të mjaltit të mare, sepse shkon te 20 euro, 25 euro kilogrami, ndërsa Italia, vendi ynë fqi, ka një çmim rreth 70 euro kilogrami, deri në 100 euro kilogrami, sepse vetë fjalë për mjaltin, ndoshta mjalti më kurus në botë. Është mjalti më i mirë për momentin. Jo të gjithë e dinë realisht, por që mjalti i Mares, sipas studimeve, është mjalti më i mirë në botë. Është bërë një eksperiment në Spanjë dhe del që është ilaçi më i mirë bimor kundër kancerit të zorës trash. Është studim që është bërë në Spanjë dhe Kroaci. Dhe del si mjalti më i mirë në gjithë botën. Se po më flisje pak për Italinë edhe për çmimet e Italisë për mjaltin e Mares, po doja të dija, shkon mjalti i Shqipërisë jashtë vendit? Po shkoj, unë çdo vit dërgoj në Itali, por jo për italian, normalisht për shqiptarë që jetojnë në Itali, bëjnë porosi në muaj ngusht, më marrin telefon ose më dërgojnë mesazhe që bëjnë porosi për mjaltin e Mares. Dhe sa vjen dhe shtohet më shumë kërkesa, sepse kush e njeh mjaltin e Mares nuk i ndahet domethënë.
Janë disa mjalte që janë shumë kryesor, që janë shumë kurus, është mjalti i mares dhe mjalti i lisit, i shrebelit, etj. Por mjalti i mares dhe mjalti i lisit janë më kryesorët në botë, që janë më të shiturit dhe më të kërkuarit. Unë do doja të flisja pak në fakt dhe për qumshtin Po. e bletës. Shumë interesante më duket, nuk e di fare procesin dhe asgjë rreth këtij qumshti. Mund të më flasësh dhe më tregosh më shumë? Atëherë qumshi i bletës nxirret në muajt nga 20 prilli deri në 20 qershor. Gati 2 muaj është prodhimi i tij. Edhe për qumshin e bletës kemi shumë kërkesa, kemi shumë çdo vit më shumë shtojmë prodhimin, shtojmë dhe edhe kërkesat. Me qumshin e bletës jemi gati në limit, mund të themi jemi afër kërkesave, nuk e se kemi më shumë nga sa kërkohet. Përsa për mjaltin që thash, mjaltin jemi në minus, kuptimin që shumë pak përvallojmë krahasi me kërkesat. Qumshtin e bletës e keni filluar që prej hapjes së fermës? Apo është dashur pak kohë? Qumshi është vonë, ka filluar rreth kemi 5 apo 7 vjet që kemi qumësh blete. Sepse nuk ishit në dieni apo sepse nuk mund ta prodhonit? Po dhe nuk kishim aparaturat e duhura, nuk kishim informacionet e duhura për nxjerrjen. Po në raport me çmimin? Sa është si ndryshon qumshti i bletës me mjaltin e mares për shembull? Qumshi është sasia, domethënë, sepse qumshi i bletës është me mililitër. Ndërsa mjalti shitet me kilogram normalisht. Po, si përdoret alkes qumshti i bletës? Atëherë ne kur japim qumshin e bletës, japim edhe mënyrën e përdorimit të qumshit dhe ndahet në bazë të moshës dhe të kilograme që ka personi. Por ne përgjithësi ndahet për qumësh për fëmijë dhe qumësh për të rritur, dozën për fëmijë dhe për të rritur. Për fëmijë varion është 1 shiring, 10 ml, që përdoret 0,5 çdo ditë, ndërsa për të rritur 3 shiringa, që përdoret 1 në ditë, 1 ml në ditë. Zakonisht përdoret në këtë mënyrë, mbaron shiringa e parë, pastaj e dyta, pastaj në fund fare e treta. Dhe bëhet pak pushim midis tyre për të lënë pak trupin për të rigjeneruar, për të dhënë efektin e tij. Si merret qumshti i bletës? Qumshi i bletës merret çdo mëngjes, një gjysmë ore para buke. Dhe personi duhet ta marrë përgjithsisht në një kohë që është kohë e freskët, zakonisht preferohet muaji maj, qershor, dhe pastaj në vjesht, shtator, tetor derisa vjen viti pasardhës. Këshillohet të përdoret 1 vit e gjysmë nga prodhimi, domethënë. Në rast se prodhohet sot, duhet të rish 1 vit e gjysmë deri kaq, pastaj më vonë pastaj efekti i tij fillon të bie, nuk është më si më parë. Alkes, ne folëm pak para dhe bashk, po edhe kam dëgjuar shumë për mjaltin lofatës. Po. Di që prodhohet vetëm në Zhapokik. Po. Në fakt në vendet ku ka lofat, por këtu duke qenë se është një vend që ka shumë lofata, mund të jenë me mira, mbi 5000 rrej lofata që janë gjithë fshatin, dhe po të vish në prill këtu, i gjithë fshati është vetëm roz, i gjithë. Nuk pra është ngjyrë roz, i gjithë fshati. Zakonisht ne mjalt lofate kemi marr shumë rrallë, në fakt. Kemi marr çdo 5 vjet, çdo 6 vjet, sepse siç thash më parë, duhet të kesh bletë të forta, që në prill zakonisht nuk është se janë të rralla që janë të forta. Po kur thua bletë të forta, çfarë nënkupton? Sasi, numër? Numri i bletëve në koshere. Duhet jetë bletat jetë në katë, 2 katëshe, të ketë arritur maksimumin e mundshëm. Dhe normalisht duke qenë se nuk është bleta e fortë, dhe kushtet nuk është gjithmonë të jetë diell, nuk marrim gjithmonë mjalt lofate. Është një mjalt shumë kurativ, një mjalt me ngjyrë të errët, do ta demonstroj pak më vonë sepse ka marrë edhe një vazo në makinë. Është një mjalt shumë kurues. Ne nga përvoja që kemi neve është i mirë për fytin, për grykut. Fëmijët kemi shumë klientë që marrin për fëmijët, vetëm për fëmijët për grykut gjatë dimrit. Në rast të fytit të acaruar, mjafton të marrësh një lugë me mjalt lofate dhe duket sikur ke pirë ilaçin më të fortë, ilaçin më të mirë. Aq efektive është për grykut, për fytin. Më the pak më parë që unë kam qenë një djalë, i ri e akoma, po më i ri se tani, me shumë ëndra dhe kisha dhe mundësinë të largohesha nga Shqipëria pas e bëra. Mund të më thuash pse? Po, në fakt, e dua shumë vendin tim, e dua shumë Shqipërinë. Unë kam shumë vite që jam kthyer në fshat, sepse që dini, unë jetoj në Berat në fakt. Aty kam edhe punën që punoj. Por për disa vitesh jam kthyer këtu dhe kam shtuar më tepër letarinë. Kam filluar të prodhoj uthull mollë egër dhe kemi akoma më shumë ëndra për të bërë, inshallah t'i realizojmë. Pra përveç mjaltit, uthull është një tjetër prodhim i këtij vendi. Po, uthull me mollë të egra. Vetëm me mollë të egra. Mollë të egra. Mollë e egra është një mollë, e cila rritet në mënyrë të natyrshme në pyll, që normalisht nuk ka asnjë lloj kimikati, nuk ka asnjë lloj përdorimi të ilaçeve. Dhe nxjerr një nga uthullat më të mira në botë, domethënë. Uthulla e mollës së egër është uthullla më e mirë, nuk ka mbi uthullën e mollës së egër.